Habit studimi. Keni grupin e gjakut 0. Çfarë duhet të dini dhe pse këta njerëz janë të veçantë? Në kultura të ndryshme, grupi i gjakut ka një rëndësi shumë të madhe. Ai nuk është thjesht një dhënë karakteristike që i bën gjakut në varësi të pranisë ose mungesës së komponentëve të trashëguar gjenetik, siç janë antigjenet në sipërfaqen e qelizave të kuqe, që përcaktojnë se çfarë duhet të hani, nga cilat sëmundje mund të rrezikoheni, gjithashtu, por edhe si është formuar personaliteti juaj. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim të gjitha informacionet për grupet tuaja të gjakut dhe ja përputhen ato me ju. Në fund të videos ju ftojmë të lini një koment nëse këto gjëra përputhen ose jo me karakterin dhe atë që ju jeni të formuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Personat me grupin 0 të gjakut. Personat që kanë grupin 0 janë më shumë të përgjegjshëm dhe të shoqërueshëm. Ata u pëlqejnë të merren me sfida dhe me nisma, sidomos jo gjithmonë i çojnë deri në fund edhe nisma dhe sfidat e marra. Duan të jenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe shpeshherë shfaqin më shumë se sa duhet besim tek vetja. Gjithashtu, ndonse jo gjithmonë i çojnë sfida deri në fund, personat me grupin 0 të gjakut priren të jenë ose vetmitar ose udhëheqës, të përbashkët dhe të mesmen nuk ka. Ata janë zakonisht intuitiv, të përqendruar, ambicioz, me pak fjalë, lider të lindur. Nëse kërkoni që dikush të përballojë më mirë stresin, këtë e bëjnë më mirë ata persona që kanë grupin 0 të gjakut. Gjithashtu, ata cilësohet se kanë edhe një imunitet më të fortë, fizik më të shëndetshëm dhe gjithashtu trup më të shkëlqyer. Njerëzit me grupin 0 të gjakut gjithashtu cilësohen edhe si personat që dhurojnë në mënyrë të gjitha grupet e tjera. Njerëzit me grupin 0 pozitiv mund të dhurojnë gjak të 4 grupet e tjera: 0 pozitiv, A pozitiv, B pozitiv dhe AB pozitiv. Njerëzit e grupit 0 të gjakut mund të transfuzohen në 8 grupet e tjera, gjë që e bën këtë grup gjaku universal dhe gjithmonë i nevojshëm për të transfuzuar në mënyrë emergjente. Grupi i gjakut 0 negativ transfuzohet në rastin e emergjencës, kur është e rëndësishme për të shpëtuar jetën e një personi përpara se të kryejë testin. Grupi i gjakut 0 negativ është më i sigurt për të vegjëlit e porsalindur, sepse sistemet e imunitetit të tyre janë të pazhvilluara. Grupi i gjakut gjithashtu mund të paraqesë edhe një sër ndryshime në dietën tuaj të përgjithshme. Ju mund të keni dëgjuar të ashtu quajturën dieta e gjakut, që pretendojnë se po të hani produkte të caktuara që përputhen me llojin tuaj të gjakut, do ju ndihmojnë të qëndroni të shëndetshëm. Por kjo besohet kryesisht edhe në vende siç është Japonia, ku shpesh personat pyesin edhe për grupin e gjakut dhe intolerancën që ata e cilësojnë gjithashtu edhe si një ndikues të drejtpërdrejtë në dietën e tyre. Personat me grupin 0 të gjakut. Njerëzit që kanë grupin e gjakut 0 kanë më tepër nevojë për një regjim ushqimor më të pasur me proteinë. Gjithashtu ata merren edhe më shumë me konsumin e mishit padjam, shpendët, peshkun dhe perimet, dhe mund të cilësohen gjithashtu si personat më unik edhe për dietën e tyre të përgjithshme. Grupi i gjakut gjithashtu mund të përcaktojë edhe marrëdhëniet tuaja, gjithashtu edhe të ndikojë në mënyrë konkrete te jeta juaj e përgjithshme. Personat me grupin B të gjakut. Personat me këtë grup gjaku janë më individualist dhe mbi të gjitha zakonisht e gjejnë veten edhe në rrugët e jetës. Priren të jenë të drejtpërdrejtë. Gjithashtu ato janë mendimtar si grupi A dhe ambicioz si grupi 0. Këta njerëz janë të ndjershëm dhe i kujtojnë shpejt këndvështrimet e të tjerëve, por megjithatë ezitojnë të marrin sfida ose të përballen me ato gjëra që duken të pamundura. Grupi i gjakut B mund të jetë sekreti atyre që përbëjnë edhe miq më të mirë. Janë krijues, pansionant, optimist, elastik, individualist dhe gjithashtu mbi të gjitha i duan edhe kafshët. Ato mund të përbëjnë gjithashtu edhe ndryshimin parësor në dietën tuaj. Grupi i gjakut mund të ndikohet gjithashtu edhe në ushqyerjen tuaj të përgjithshme.
Grupi B. Ushqimet që e bëjnë mirë për njerëzit për grupin B janë barishtet, vezët, mishi pa djam dhe produktet e bulmetit me pak yndyrë. Sipas studimeve, atyre mund t'ju duhet të kufizojnë misrin, thjerrzat, domatet, kikerikët dhe farat e susamit pasi mund të kenë edhe intolerancë dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe fryrje të trupit të tyre. Njerëzit me këtë lloj grupi gjithashtu kanë edhe karakteristikat e tyre. Të orientuar nga qëllime të përcaktuara mirë dhe komforta, ata kanë grupin e gjakut B dhe fillojnë detyrat t'i çojnë deri në fund pavarësisht gjithçkaje. Të mirat e tyre janë krijues, pasionant, optimist, elastik, individualist. Të këqijat janë me një kujtesë të dobët, janë të papërgjegjshëm në shumë raste dhe gjithashtu mund të përqendrohen vetëm tek vetja. Grupi i personave që kanë gjakun A. Edhe pse në duke janë të qetë, personat që i përkasin këtij lloji grupi të gjakut i mbajnë nervat përbrenda. Janë të turpshëm, të ndërgjegjshëm, të besueshëm dhe të ndjeshëm. Ndonjëherë zjejnë nga ankthi në mënyrë që t'i dalin mbi të tjerët dhe kanë prirje t'i mbajnë përbrenda emocionet derisa vjen në momentin që ata shpërthejnë. Edhe pse janë të aftë në pozicionin e liderit, kjo gjë mund t'ju raskapis dhe streson edhe në mënyrë më të shpejtë. Shumë persona me grupin A të gjakut janë kërkues në fusha të ndryshme si shkenca, ekonomia dhe arti. Por, nga shëndeti, këta persona kanë aciditet të ulët në stomak, ndaj duhet të tregojnë më shumë kujdes kur ushqehen me proteina, të ardhura kryesisht edhe nga kafshët. Personat me grupin A të gjakut gjithashtu janë edhe bashkëpunues, të zgjuar, pasionant, inteligjent. Ndonjëherë zjejnë nga ankthi në mënyrë që të dalin mbi të tjerët. Gjithashtu ata janë edhe më të dashur në disa raste. Të mirat e tyre janë edhe gjithashtu edhe më të mëdha. Ato konsiderohen si introvert, të rezervuar dhe të përpikt, me pak fjalë perfeksionist, kurse të këqijat e tyre cilësohen janë obsesiv, kokfort, të vetëdijshëm dhe nevrik në rastet nga më të ndryshmet. Gjithashtu personat e grupit të gjakut AB. Personat me grupin AB kanë personalitet të ndarë, ata janë edhe më të shoqërueshëm dhe të turpshëm, edhe sigurisht edhe më të ndrojtur. Ndonse janë të përgjegjshëm, ndonjëherë shumë të përgjegjshëm mund të shkaktojnë edhe probleme. Këta njerëz janë të besueshëm dhe pëlqejnë të ndihmojnë të tjerët. Ashtu sikurse edhe grupi A, këta njerëz nuk e durojnë dot stresin. Është e vështirë që të përshtaten me të tjerët ndaj ata krijojnë stilin e tyre të gjërave unike. Personat me grupin AB kanë personalitete të ndara. Ata janë edhe të shoqërueshëm, edhe të turpshëm, edhe të sigurt, edhe të ndrojtur. Ndonjëherë janë të përgjegjshëm, ndonjëherë edhe shumë të përgjegjshëm që mund të shkaktojë probleme në disa raste. Këta njerëz me grupin e gjakut AB janë të besueshëm dhe pëlqejnë të ndihmojnë të tjerët. Shumë simpatik dhe të njohur, personat me grupin AB nuk merren me çikërima dhe shihen më së shumti në anën shpirtërore, por ndonjëherë edhe pak të krisur. Vetëm 2 deri në 5% e popullatës botërore ka grupin e gjakut AB. Nuk ka asnjë moment të mërzitshëm në jetën e këtyre personave. Ato janë gjithmonë duke shijuar kohën, ashtu sikurse edhe grupi A, edhe njerëzit e tillë nuk e durojnë stresin. Për grupin AB është e vështirë të përshtaten me të tjerët, ndaj ato krijojnë edhe stilin e tyre të gjërave. Të mirat e këtij grupi janë të qetë, të kontrolluar, racional, introvert dhe të ndjeshëm. Të këqijat e këtij grupi janë indiferent, të pavendosur, kritikues dhe nuk falin në shumicën e rasteve. Po ju, cilit grupi i përkisni? Dhe a përputhen këto dëshmi sipas ekspertëve edhe me të dhënat e trupit tuaj dhe karakterin që ju keni? A besohet se grupi i gjakut mund të përcaktojë shumë edhe të ardhmen tuaj, siç besohet në Japoni, grupi AB mund të përshtatet edhe në pjesën më të vogël. Ato mund të krijojnë edhe varësi nga kafeina dhe alkooli dhe mishrat e përpunuar, citoi studimi. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.